Qeveria shqiptare po planifikon hapjen e një shkolle të re për teknologjinë, lajmëroi kryeministri Edi Rama. Gjatë një takimi me të rinj, të cilët kanë mbaruar studimet për kodim, shefi i qeverisë bëri me dije se formimi i kësaj shkolle do të bëhet me ndihmën e Francës dhe marrëveshja do të nënshkruhet me presidentin Emmanuel Macron. Një shkollë tërësisht ndryshe nga shkollat tradicionale, quhet shkolla 42, École 42, ku jepet mundësia të gjithëve, pavarësisht moshës, Bëri thirrje për të rinj që kanë talent në teknologji, të bashkohen kësaj nisme. që të konkurojnë për të hyrë në atë shkollë dhe me një program shumë specifik dhe inovativ, të gjithë këtyre njerëzve që janë të moshave të ndryshme, janë të backgroundeve të ndryshme, ju jepet Chelsea. Gjatë fjalës së tij theksoi se kompanitë e huaja po tregojnë interes për të përhapur aktivitetet e tyre në vendin tonë. Prurje të pazakonshme, nëse mund ta quaj kështu, kompanish të huaja që duan të konsiderojnë Shqipërinë si një pikë për të vendosur operacionet e tyre në pikërisht fushën e teknologjisë. Aktualisht, Shqipëria ka 340 laboratorë teknologjie në shkolla dhe synon që të shtrikë këtë program në të gjitha shkollat.